duhet të dim se një trup i cili nuk ushqehet, normal e dim se ai rrezikohet me vdekje. Njashtu edhe një shpirt i cili nuk ushqehet me ushqimin e vet, njashtu edhe ai rrezikohet me vdekje. Faktikisht shpirti nuk vdes, por dobësohet, likështohet, ka problemet e veta. Prandaj, shumë bukur thot një dietar, ne kur nuk japëm ushqimin shpirtit, është një lloj sikur me mbyll një zog në kafes, edhe të gjitha ushqimet tjera jo ofrojmë aty, ai përsëri e ulën kokën, sikuraj një ditë normal kur dhe shofësh edhe ka cof. Sikuraj ma atë kokën e ti që e ul, e ti ja ofron të gjitha nevojat materiale, sikuraj don të tregoje, të thot se ti lëshon mua në natyrshmërinë time, lëshom që të ushqehem me ushqimin tim, do ta shohësh se sa mirë unë do të këndoj. Pra, normal se siç duhet të ushqehet trupi, njashtu duhet të ushqehet edhe shpirti. Ne kur është e fjala e shpirtit, shumë pak i japëm rëndësi. Ndoshta edhe as pak.